Është edhe një diçka që nuk kuptojnë shumë njerëz që kur shikojnë, domethënë biznesi për shumë njerëz nuk është mënyrë për të bërë para, po është një vesë për të bërë diçka. Këtë shumë njerëz nuk e kuptojnë, mendojnë që shumë biznesmeni i shtyn ta maja për para. Në fakt ti banon në një lagje popullore këtu ku banoj edhe unë, tek unë e Parisit, dhe kur mendon njeriu që shikon në çdo cep të Shqipërisë intermedi ka, mendon që kush e di ku jeton ky zotëria ku. Po u them që un kam 40 laboratore ose filiale të qendra diagnostikuese që investimi i tyre është me miliona dhe unë jetoj në 100 metra katror shtëpi te bloku Kika, siç jetojmë. Këtu ku jemi në studio, është një kaqës, kjo është pasuria ime private. E kam të qartë andaj edhe doja ta thoja. Ndërkohë ja ke arritur që të bësh, ne themi një perandori për Shqipërinë, për një laborator i cili në të vërtet unë kur ja u kam treguar miqve të mi në Itali, më kanë thënë po, është një laborator i certifikuar ISO, në mos gaboj, ke standardin. ISO 50100. Po, edhe kur ju kam çuar analizat e mia ose të afërm vetëm mi, domethënë i kanë gjetur të përputhshme, ose kur kam shkuar të vizitohem vetë, i kam marrë gjithmonë analizat me vete dhe kanë dalë të përputhshme me atë. Ka qenë e vështirë i gjithë ky rrugtim nga një ska, domethënë ta fillosh me minus $670,000 muhabet. Edhe ta shlyesh atë dhe pastaj të rrugtosh për të bërë investimet e tjera në vazhdimsi. Nëse do të them që ka qenë lehtë, nëse do të them që unë s'kam pas momentet e vështirësive të mia, është që të s'kem lobi frontale, mos të gjykoj se po fatmirësisht e kam dhe gjykoj. Ka pas momente të vështira në cilat mund të them që edhe mund dorëzohesha. Por thosha, ajë ta bëjte një përpjekje, dhe u ka përsipër vështirësitë. U shlye kredia brenda 5 vjetëve dhe unë bëra rrugtimin tim të lirë për të vazhduar, jo me barë banke, gjithmonë kam marrë kredi, por në nivele të tilla të cilat shlyerja e investimit bëhej më butë dhe më mirë se sa ajo peshë e madhe që ishte një gur i rëndë që në fillim. Por ajo që e përmendët ju pak më përpara që unë business plan nuk bëja dhe shpeshherë bëja investime të cilat edhe vetë nuk dija nëse do dilin. Dhe kjo është tipike për biologji molekulare, që jam i pari që e kam futur në Shqipëri biologji molekulare, analizatorët e ngarkesave virale. Në 2002 Ajsa kam përsëritur që në një kongres në Kanada, gjithë klinika e hepatologjisë, punimet e veta shkencore që bërën të mbi ngarkesat virale të hepatitit B dhe hepatitit C, i kishte bazuar mbi testimet që kishte bërë pranë laboratorit Intermedica, duke e përmendur dhe në kongres që këto testime ja bërë në këtë laborator, i cili ka këto analizator që plotësojnë këto kushte dhe ka edhe këto certifikime, se ndryshe nuk pranojnë punime shkencore që mund t'i bësh pa pasur një standard të caktuar dhe një disa kritere cilësore për testimet e paraqitura në një kongres. Kështu që kur vajtet të blija një aparatur të ngarkesave virale, në Greqi të Roshi, nga korifejt e kësaj, një aparatur që bënde PCR-n, e cila ai që e ka zbuluar dhe e ka vënë në praktikën e përditshme me PCR-n, ka marrë dhe çmimin Nobel. Mendoni që çfarë suksesi dhe arritje është PCR-ja, po PCR-i që themi kjo reakcioni zinxhiri polimerazës. Dhe më thotë që shiko, duhet të blej një aparatur për ngarkesat virale me PCR. Është e shtrenjtë, tha, mbi 120-140.000 euro. Prap, dhe ajo është shumë për një analizator që një laborator ka 10-20 të tjerë. Dhe tha, sa raste ke? Tha që s'kam 5-6 raste kam. Po ti do një jetë ta shlyesh këtë. Po unë kam 5 se s'kam analizator. Kur të kem do kemi 100. Pra, kjo ishte koncepti im që unë nuk bëja shumë business plan të mirë field që të me lapse. Duke qenë mjek, më ndihmonte që t'i ka përseja këto të ka shpërblyer pasionin, me sa duket. Sakt. Baso, e kalojmë pak këtë çështjen e profesionit tënd. Ajo, dua të bëj një pyetje të fundit. Më bëri përshtypje që asnjë nga fëmijët e tu nuk ke futur në biznes. Në fakt është një ndër problemet e bizneseve
në Itali, për shembull, është sepse ja u lëm fëmijëve ty, po fëmijët herë nuk e kanë pasion, herë nuk e kanë profil, herë nuk e kanë fëmijët e tu për zgjedhjen e tyre nuk janë futur te kjo sipërmarrje. Ti ke ndjerë vështirësi në menaxhimin sepse më the që tashmë ti ja u ke lënë administratorëve në një farë mënyrë të mërme ta. Ndoshta një nga qelsat e suksesit është që unë nuk kam ngatruar biznesi me familjen. Se shpeshherë familja vetëm ka mbajtur kusurët, ka marrë kusurët. Se shpeshherë mendohet që të bëj një biznes që t'ua lë fëmijëve. Jo çdo pasurinë e patundshme mund t'ua lësh fëmijëve. Një biznes që bazohet mbi atë që know-how që kam unë, mbi atë që ka struktura ime ADN-s që thamë që një ADN nuk ristrukturohet, po vetëm zbulohet gjatë jetës, është shumë e vështirë që të vësh atë kopin e asaj ADN-s tënde, atë që ke ti ta marrin ta bëjnë dhe fëmijë sepse është ke kopjuar ADN-n, po vazhdojnë se siç e ke vazhduar. Janë numër e thana. Janë shumë arsye për të cilat unë e solla deri këtu. Fëmijët e mi nëse pas se mund ta vazhdoj, por në këtë moment unë kam më të lehtë të kem administrator se sa fëmijët e mi, familjen time në punët e mia, se administratori në fundit ndjen dhe përgjegjësinë përpara punës, përpara rezultatit gjotari, ka fëmijë që nuk e kanë këtë përgjegjësi. Ose babait, sot gjë babai. Sot gjë babai. Dhe për të atë që thatë ju perandori, okay, le të bëjmë një perandori e vogël, por është për të qenë, pavarësisht se sa është. Pa diskutim, është një brand. Se janë 3 kompani të tilla që i kam në Kosovë, që e kanë filluar jo sot, po në 2009. Atëre kur ishin hapat e para të Kosovës, unë guxova të veja në atë vend, në atë strukturë, në atë amullinë e tregut. Në atë rëmuj. Në atë rëmujnë e tregut, megjithatë, unë ja dola dhe aty, sepse po të japësh dashuri do marrësh dashuri. Pa diskutim. Kështu që dhe po të tre të tjera kompani në Greqi dhe këto që kam në Shqipëri po t'i bësh bashkë, janë mbi 650 punonjës që janë të punësuar duke qenë ortaku i vetëm në të gjitha kompanitë. Një kompani jo e vogël edhe për standardet perëndimore. Baso, të ka penguar qenia grek në Shqipëri? Unë e kam ndjerë vetë njeri, sepse që do thot grek, që do thot shqiptar? Kur rritesh në një ambient, kur lind në një vend të cilën ti ndjehesh je i qytetar, që do thot identiteti kombëtar? Kur ndjen që je pjesë e kësaj strukture të popullatës. Në Amerikë, nëse ti je i ngranuar në këtë strukturë popullare, në këtë shoqëri, kujt i bie ndërmend se çfarë identiteti kombëtar ke? Kuptohet që je krenar për atë që është identiteti jot, ajo që shpeshherë filozofinë e jetës e mbart, por unë nuk kam ndjer kompleks asnjëherë për të qenë me kombësi greke, ashtu siç nuk ndjeva kompleks kur vajta në Greqi, që fëmijëve të mi të flisja shqip në shtëpi, që mos u humbisnin gjuhën shqipe. Dhe e bëra këtë me të njëjtën përvojë që kisha nga prindit e mi, që kur siç ju thash, flisim greqisht në shtëpi dhe në ambientet jashtë të flisim shqip, dhe unë flisja shqip në shtëpi për të ruajtur gjuhën edhe për në fëmijët e mi në ambientet në shkolla, do të patjetër që të mësonin gjuhën greke, dhe kështu u bë. Dhe nuk kam pas kompleksin as në Shqipëri dhe as në Greqi, siç nuk kam pas kompleksin edhe fakti që investova dhe në Kosovë, kam investuar edhe në Greqi, pa asnjë kompleksitet, thjesht unë jam një vasillajo që ky që jam me të mirat. Po të vi puna, festoj Pashkët, po festojmë edhe Bajramin, sido që të vi rrobë bebi. Shiko, nuk të alteron të festosh me shokët dhe miq, nuk të ndryshon filozofinë dhe përkatësinë tënde të festosh me dikë. Është vlerë e shtuar e asaj që ti, si themi, është një njeri poliglot, ai që di shumë gjuhë, po është një njeri dhe ai që me vlera të shtuara, kur ka festuar ose kur ka ndarë me shokët e miq, apo gëzimet apo dhe hidhurimet që kanë tjerë. Paso, ke ndjer problem ti nga shqiptarët, për shembull, kur e merrnin vesh ti ishe grek nga... Po pse laboratori kur u hap në Tiranë, në 96 është laboratori grekut. Po që ndonjëherë të them që jore s'është laboratori grekut, se unë jam shqiptar. Ai që isha jam. Po nuk qeve vetvetja, ajo maskimi, apo falsifikimi, apo të shtënit, të qenit, jo kështu po ashtu,
ajo shumë shpejt do të defolioj, që themi, do të bien ato veshjet që kërkon të hedhësh mbi vete. E ditë do dalësh lakurish dhe unë nuk e kam pas atë. Unë jam ky që jam dje, sot dhe të jem dhe në vazhdimsi. Do jesh përballë në një farë mënyrë Vangel Dulas. Jo më kot Edi Rama ka zgjedhur një grek i cili është integruar fare mirë në shoqërinë shqiptare për ta vënë përballë Vangel Dulas, i cili është një politikan i cili i bie shumë atij krahut të persekutimit të grekëve, të teorive nga më ndryshme. Ndjen ndonjë lloj sikleti? Nuk di asnjë lloj sikleti. Pse? S'pari, Vangel Dulan e kam shumë mik, e kam takuar, e takoj dhe do të takoj vazhdimisht. E dyta, pozicionimin tim, nuk e shoh që më pozicionoj këtu për të qenë kundërpesh Vangel Dulas, por unë pozicionoj atë të ofroj unë atë çka mund të ofroj në këtë linjë. Se mund të ecim linja paralele të dyja. Domethënë nuk e shikon si duel ti. Absolutisht, çfarë të shikoj duel Niko, po ju them që dje që më gëzoi jashtë mase, më mori profesor Tritan Sheu, që ka qenë profesori im i anestezisë dhe reanimacionit, për të më uruar që unë vendosa të jem pjesë e grupit të kandidatëve dhe moroj të dalë kandidat që së bashku tha po të jem dhe unë, të bëjmë një politikë mjekësore për të cilën ne mund të quhemi opinion bërës dhe unë gëzohem nëse do të kem në krah nesër profesor Tritan Sheun për të menduar çfarë reforma kërkon mjekësia, jo në plani partijak. Tritani është e lista e sigurt. Legislativ. Në betejë, jetë lista e hapur. Atëherë, ekzistonte mundësia që dhe unë të isha në listat e mbyllura. Por nuk pranova të jem listat e mbyllura, se siç ju thash, filozofia ime e jetës është të luftosh, të arrish atë që do. Se atë që ta falin, shumë shpejt do ta konsumosh. Dhe do konsumosh edhe vetë me atë që të falin. Në qoftë se unë do isha në listat e mbyllura, unë do të kisha humbur identitetin tim si mjek. Do të isha, po, ky Lereni mos u merrni me këtë se është deputet, i dal. Unë nuk jam deputet, unë jam mjek.